për kaq, sa për të kënaqur disa militantë, sa që është PD-ja zvoglu fare. Më shumë njerëz ka të avokati i popullit se të protestat që del opozita tani. Po ashtu janë edhe një pikë kyçe është edhe zgjedhja tek Këshilli i Emërimeve në Drejtësi tek KED-ja. Avokati i popullit ka një rol kyç në përzgjedhjen e figurave. Të anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Pra zgjedh kandidat. Do të thotë pak a shumë në mënyrë indirekte kontrollon gjyqësorët. Kontrolli gjyqësorit. Dhe prandaj është kjo luftë e madhe për avokatin e popullit dhe duhet një person që partitë kanë rënë dakord, kanë bërë pazaret për kace, sepse nëse nuk do kishte bërë pazar Partia Demokratike, në rastin që isha un kandidat, e kishte Besim Drejgjonin, por edhe në rastin që e rihapën në jo ju për shkakun, por le të votonte Besim Drejgjonin. Nëse donte atë. Edhe fare votim, në momentin që u rihap, mos kishte mbështetur 5 kandidat. Vetëm një ose 2 kandidatë. Pse do të mbështeste 5 kandidatë apo 6 kandidatë? Ata shumë mirë, sepse rregulloren kanë zbatuar. Por momentin që ka një vullnet politik dhe thuhet që unë mbështes vetëm një kandidat, unë mbështeses vetëm një. E hoqë këtë urdhër politik, do mbështesësh 2 apo 3, mbështetin 2, po jo kur mbështet 6 dhe thu tani i tërheq se tani i tërhoqin apo jo firmat, dakord, kjo kuptohet, por diçka do të them Endri Shaban, ish kryeministës Thurje, që po përflitet që ndoshta mund të kalojë apo mund të votojë deri po çrëndësi ka kjo këtë do shohim. Firmat nga deputetët opozitari i ka marrë? Po, i ka marrë 35 firma nga firmat që qarkullojnë që kanë parë në përmedia, janë deputetë PD-s, 35 firma mbështetëse. Po, pastaj u tërhoqën në kohë, apo jo është gjë, po fillimisht ai firma mbështetëse deri për të shkuar në komision të ligjeve, pra ditën që u bë dje, por të vlerësuar janë të ligjshme apo jo, i ka marrë këto firma. Pastaj komisioni i ligjeve dje kishte detyrën të verifikonte çështjen e tërheqjes. A lejohet tërheqja para apo jo? Para apo jo. Ju kuptoj. Tani luftë politike që bën politika po për avokatin e popullit. Shumë kush, edhe vetë nga termi avokat populli, thot përfaqëson popullin, mua, dikë tjetër e tjerë e tjerë. Në këtë aspekt, përveç atij roli që ju përmendët për avokatin e popullit, çfarë roli ka? Dhe vërtet avokati i popullit përfaqëson popullin apo që arrit mbroj dhe edhe nëse nuk i mbron në mënyrë direkte të paktën të flas kur qytetarëve u shkelen drejtat? Avokati i popullit, kompetencat ligjore dhe kushtetuese që i ka këto të drejta për të mbrojtur liritë, drejtat e njerëzit, por pra popullit në aspekt më të gjerë. Sa i bën realisht, ajo që unë kam konstatuar, por është edhe perceptimi në terren, është që është një godinë aty në cep të brylit. Të brylit, po. Aty e zën plur, edhe vetëm shkruan disa raporte që askush nuk i dëgjon, askush nuk i bën. Hapa konkret nuk ka, sepse paktën këto vitet e fundit të avokatit popullit, ose saj në detyrë, nuk është që populli e ka ndjera i shumë që i ka mbrojtur interesat politik, por ka mbrojtur një agjendë të caktuar politike. Dhe prandaj, avokati i popullit është shërbej popullit dhe prandaj nuk të zgjidhet edhe nga politika dhe të bëhet ky pazar politik. Se po bën nga politika, po zgjedh nga politika. Ju thoni zgjidhet nga populli. Avokati i popullit duhet zgjidhet nga populli ashtu si çdo institucion kushtetues. Madje unë them edhe presidenti i Republikës duhet zgjidhet nga populli. Pse? Se do ndodhet si rasti i presidentit aktual që firmos çdo gjë që i jepet. Ndërkohë përgjegjësinë ka para qeverisë atij që e zgjodhi dhe këtu ai është me drejtën e tij, se përgjegjësinë do japi para atij që e zgjedh. Jo nuk është para popullit që japi përgjegjësinë. Kurse rasti i avokatit të popullit mu më ngjan, nëse do zgjedhit në jetë, fiksi rasti i Arta Markut, kryeprokurore që u zgjodh përgjithshme që u zgjodh me 69 firma, pa quorum, pra e gjithë kjo procedurë. Dhe kujt i shërbeu? Ai shërbeu kujt? Arta Marku në kuptim për atë që u zgjodh? Jo. Si prokuror përgjithshëm. E kuptoj. Mirë, Beralt, faleminderit shumë që na sqarove gjithë procesin për gjithë ata që na ndjekin që edhe këto janë të rëndësishme dhe në pas vërtet roli që ka avokati i popullit për çdo qytetar që na ndjek, sepse duhet të gjejë veten të përfaqësuar apo të mbrojtur kur ka nevojë për çështje caktuara. Faleminderit dhe ditë mbar. Faleminderit. Faleminderit ju që na ndoqët, mbritëm fund programit Shtypi i ditës dhe ju dhe për mëngjesin e sotëm. Qëndroni në Report Televizion, mirë pas pak vjoni me Rezet Dielli, ju uroj shikim të këndshëm dhe miru takofshim së bashku.